Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam shtatzan me nipin e burrit, por askush nuk e di. Jam 39 vjeç dhe jetoj në një qytet të vogël në jug të Shqipërisë. Kjo që po tregoj nuk është një rrëfim që kam menduar ndonjëherë ta ndaj. Në fakt, kjo histori më ka shkatruar, por edhe më ka zgjuar nga një jetë e ngrirë mes trupit, heshtjes dhe një martese pa dashuri. Po, unë jam shtatzan, jo me burrin tim, por me nipin e tij. Martesa ime me burrin ka qenë gjithmonë e ftohtë. U martuam përmes një njohjeje familjare. Ai ishte 17 vite më i madh se unë. Kishte emër të mirë, punë të qëndrueshme dhe sipas të gjithëve ishte njeriu ideal për një vajzë fshati si unë. Por realiteti ishte ndryshe. Ai ishte njeri i mbyllur me komplekse burrërie dhe zero ndjeshmëri. Marrëdhënia jone intime ishte inekzistente pas 3 viteve të para. Fëmijë nuk patëm, ai më fajsonte mua, por kur nuk pranoi të bëjmë analiza. Fillova të ndihesha si mobile në shtëpi, që shërben vetëm për t'u parë dhe jo për t'u dashur. Para 2 vitesh në shtëpinë tonë, erdhi për të jetuar me ne një djalë 22 vjeçar, nipi i burrit tim Elgitje. Djali i motrës së tij, student në Tiranë, por që për shkak të vështirësive ekonomike, vendosi të kalonte ca kohë tek ne. Elgiti ishte komplet ndryshe, i hapur, energjik dhe mbi të gjitha më shikonte. Nuk ishte thjesht shikim fizik, ai më kuptonte. Filloi të më ndihmonte me punët e shtëpisë, të më pyes si ndihesha, të më bënte të qeshja. Pas shumë vitesh, ndihesha si një grua, jo si një hije në shtëpi. Ishte një natë vere, burri im ishte në Greqi për punë sezonale. Mbetëm vetëm për një javë. Kishim ngrënë darkë dhe po shikonim një film në sallon. Kur filmi mbaroi, nuk folëm, por syt nuk na ndaheshin. Ai u afrua dhe më puthi. E kisha imagjinuar këtë çast shumë herë, por kur nuk isha besuar se do të ndodhte. Nuk ishte vetëm një natë. Marrëdhënia jonë zgjati muaj të tërë në fshehtësi totale. Ishte një ndjesi që nuk e kisha provuar kurrë më parë. E ndaluar, por e gjallë. Ai nuk ishte thjesht një djalë i ri, ishte një shpëtim emocional. Mua më kishte vonuar cikli, por nuk e mora seriozisht. Mendova se ishin probleme hormonale ose nga stresi. Por një ditë bleva një test shtatzanie vetëm për të larguar dyshimet. 2 vija, u ula në banjë dhe shpërtheva në të qara. Nuk ishte frikë, ishte një përzierje emocionale. Turp, gëzim, çudi. Pas kaq vitesh martesë, më në fund isha shtatzan, por jo me burrin tim, me nipin e tij. Kur i thash Elgitit, ai u zbe në fytyrë. Ul në karige dhe nuk foli për 10 minuta. Pastaj më tha, nuk jam gati për këtë. Nëse del në shesh, kjo histori do më vrasin. Dhe kishte të drejtë. Në familjet tona, një gjë e tillë do të shihej si turpi i dynjas. Unë se kam treguar ende, as burri tim. Ai është kthyer nga Greqia dhe nuk ka as një dyshim. Mendon se ndoshta më në fund Zoti na fali një fëmijë. Elgiti nuk vjen më në shtëpi. Thot se duhet të shkëputemi, sepse ka frikë. Nuk e mohoi që më do, por tha që nuk e përballon dot tronditjen familjare. Tashmë jam në muajin e 4. Nuk kam bërë asnjë analizë sepse kam frikë mos zbulohet diçka që nuk mund të mbulohet më. Ndjej një fëmijë që rritet brenda meje dhe nuk di si ta quaj. Një bekim apo një mallkim. Po mendoj të largohem, të zhdukem për ca kohë, të lind diku tjetër dhe t'ja lë Zoti të më drejtoj më tej. Por për një gjë jam e sigurt, këtë fëmijë nuk do e heq. Është imi, edhe nëse është fryti një mëkati të tmerrshëm,
është gjithashtu fryt i ndjenjës së vetme të vërtet që kam përjetuar ndonjëherë. Çfarë do të bënit ju? A do e mbanit fëmijën apo do iknit për gjithmonë? Komentoni poshtë videos.